kësaj lufte në lindjen e mesme, por fundamentalisht Evropa duhet të qëndrojë Amerikës dhe I qëndron Amerikës për këtë arsye besoj se një farloj çmimi përveç sentimentit atë që thua të Dilber, sentimentit ekonomik që do godas xhepin e evropianit të xhepin e amerikanit në ditën në vazhdim, do godas edhe interesin, si themi, një çmim pakës më I kushtueshëm, besoj se ose ka rrezik se mund të paguhet edhe në territorin evropian ose interesat evropiane amerikane kudo, jo vetëm në lindjen e mesme, po përtej kufive të lindjes së mesme, fatkeqësisht. Ministri I Jashtëm iranian sot viziton Moskën, ndërkohë që Pekini ka bërë thirrje për qetësim të situatës, por si shikoni mund përfshihet Rusia me Kinën në këtë përballje? Kjo është shumë interesante dhe shumë pyetje me vend, për shkak se jo vetëm që është tematike, por si theni ka krijuar një farlloj etik në Evropë. Një palë ethesh I ka kapur diplomatet evropian për shkak se janë të pavendosur se cilën kahje, cilën diplomaci, cilën rrymë diplomatike ta ndjekin. Natyrisht se ju kushton shumë, po ndjekin rrymën diplomatike të presidentit Trump për shkak se është I paparashikueshëm, përderisa nëse vazhdojnë me atë farë politikën tipike evropiane, atëherë Putin po e nuhat që Evropa është dobët të përballë. Kështu që tashmë jemi në një pikë ku Irani shumë qartë gradualisht po I shkapet interesave kineze për shkak se Kina nuk po I përgjigjet pozitivisht thirrjes për ndihmë Iranit. Mos harrojmë, Kina ka edhe një varësi tjetër shumë të rëndësishme me Iranin, sepse është importuesja kryesore e naftës edhe gazit iranian në Kinë. Përderisa Rusia ka një varësi tjetër që importon shumë drona dhe teknologji jo të sofistikuar ushtarake, por që ka një, si themi, një element të thjeshtësisë, sepse drona tashmë po prodhohen nga shumica vendeve të Kombeve të Bashkuara, por Irani ka volum të madh të eksportit të dronave dhe prodhimit të dronave që shkojnë në Ukrainë e që I shërbejnë Rusisë. Tashmë thirrjet nga Ukrainë, nga Rusia që ata do të mund ta ndihmojnë Iranin, si spekulohet do të mund ta ndihmojnë Iranin që ta përjetojë atë tranzicionin në energji nukleare, është më tepër kodifikim ose gjuhë kodifikuar për ta ndihmuar Iranin që ta fitojë bombën e parë bërthamore në mënyrë që të ndalen reprezaljet e Izraelit dhe Amerikës. Kjo mund të jetë lojë unë mendoj që loj shahu e iniciuar nga vetë presidenti Putin për shkak se presidentit Putin po I ikin Iranin nga dora si që iki Siria edhe si që iku Hezbollahu me sulmet në Izrael. Pra presidenti Putin po vren që e vetmja levë ndoshta që ka në aspektin geopolitik global, përveç BRICS-it, antarësimit në BRICS dhe që si themi që është edhe sponsorizues në ndër sponsorizuesit kryesor ideologjike të BRICS-it, ndarjes nga edhe dedollarizimit të ekonomisë globale, e ka edhe këtë, e ka pra levën e Iranit, por tashmë si duket Putin edhe Rusia po ndjejnë ikën nga duart të Iranit, edhe kjo është pikë shumë e rrezikshme për mendoj në për Evropën për shkak se mund të kemi një rihapje të një pozicioni të ri të luftës në kufijt evropian. Vetëm sa për ta, si themi, për ta tundur edhe për ta dridh Evropën që të mendoj dyher, pa marrë parasysh që në fakt Evropa nuk ka dorë hiç fare në këto aferat edhe llogaritë e lindjes së mesme, po për Putin për t'i dërguar mesazh indirekt presidentit Trump mund ta bëjë një gjë të tillë. Kjo është e rrezikshme por ashtu edhe për vetë Iranin, për shkak se sa herë që një autoritar ose një diktator ose një despot I një vendi që shkon I afrohet Putinit, interesant është kjo, sa herë që ata I afrohen Putinit, aq ma afrohet edhe, si themi, dita e skadimit të tyre në pushtetin ku ata janë. E pa me Assadin, e kemi tash edhe me Xi Jinping, sepse po përflitet që Xi Jinping, lideri kinez, është, si themi, është skajuar tashmë nga
ftyra politike edhe fronti politik I Partisë Komuniste Kineze dhe si duket Hu Jintao mund të rikthehet. Mos harrojmë se Hu Jintao është një njeri më pro si themi më pro tregut të lirë, më afër vijës amerikane të mendimit të ekonomisë globale, edhe kjo mund të jetë revolucionar për gjithë geopolitikën globale. Siç e ta shohim se çfarë do ndodh, por unë personalisht mendoj që kjo është më tepër një përsiatje e Iranit që të filloj, si themi, që të imponojë një farë frike në Evropë dhe në Amerikë, sa diçka tjetër nuk do dalë diçka konkrete, vetëm nëse presidenti Putin e mendon këtë si mundësi edhe shans për ta shfrytzuar fatkeqësinë e Iranit për poena dhe pikë përfitimi për Rusinë. Pra, qoftë edhe mund shkojmë deri tek bomba atomike, po taktike. Mundet apo është larg? Natyrisht është e mundur, sidomos tashmë nëse vërejmë këtë farë qetësinë, unë e quaj qetësi para stuhisë në Ukrainë,